Një kompani kineze u dhuron punëtorëve të saj para. Gratis, përveç se ata punojnë, kjo kompani u dhuron para dhe bën këtë në fund të vitit. Ndiqeni deri në fund këtë material sepse do t'ju lë pa fjalë. Një kompani kineze, që është një kompani që bën ndërton vinça, pra nuk është një kompani trading online apo një kompani që tallen, por është një kompani që bën vetëm hekurishte. Pra sa mund të fitoj një kompani që ndërton vinça? Sa? Mund të bëj vitin e parë në një lek, vitin e dytë, ose ndoshta edhe vitin e tretë. Por dëgjoni me vëmendje se çfarë bëri ky pronari, pra pronari i kësaj kompanie. Kush është rastisht do t'i lutesh ati bëj like faqes si shihemi sërish dhe dëgjojeni me vëmendje përpara se të fillojmë ditën që t'ju frymëzoj, sepse ne frymëzohemi nga fjalët, apo jo. Një kompani pra kineze çdo vit organizon një festë dhe gjatë kësaj feste ajo bën një gjë. Shtron në tavolinën e saj, ka mira punëtor tani, por dëgjoni se si u rrit kjo kompani dhe si Kina është bërë një potencë, sepse nuk është i pari ky që e bën. Ky e mori nga dikush tjetër, por e bëjnë shumë kompani, por kjo është kompania që u bë më e famshme nga shuma që ai dhuroi. Dhe vitin e kaluar, ky zotëri, përveç se ka bërë thash çdo vit, vitin e kaluar dhuroi mbi 12 milion euro punëtorëve të tij. E dëgjuat mirë, 12 milion euro ja dhuroi punëtorëve, po si? Sepse bëri dhe diçka inteligjente. Shtron tavolinën me para dhe njerëzit duhet që me fjalë punëtorët, duhet të shkojnë aty, mirë po parat që i marrin, ato para që i marrin në momentin që i marrin duhet t'i numërojnë mirë, sepse në qoftë se gabojnë, qoftë edhe një të gaboj, i ulet përqindja, aq më shumë ai gabon në llogaritje dhe aq më shumë ulet përqindja e kujt? Përqindja e parave që ai merr. Pra ti, për shembull, nëse ti në momentin që ata shtrojnë tavolinën dhe ti futesh me njëherë në tavolinë aty dhe kërkon që të marrësh para, ato para që ti merr, sepse nuk i merr dot të gjitha, të vësh dorën edhe ti futesh në çanta. Jo. Duhet i marrësh që ti numërosh dhe të dish se sa para janë. Por tani ç'ndodh? Në qoftë se ti numëron gabim, për shembull more 1.000, për shembull 1.000 euro. Në 1.000 euro ti nëse nuk i ke llogaritur ato që janë 1.000 euro, por janë 1.100 për shembull, ti do të ulen për shembull 200 apo 300 euro nga 1.000-shja. Pra sa më shumë para janë dhe aq më shumë ulet përqindja. Bëri një gjë fantastike sepse pse e bëri këtë? E bëri që njerëzit mos shkonin të marrin para dhe t'i fusin në çantë. Por ajo që do t'ju tregoj tani është vërtet fantastike, sepse dëgjojeni me vëmendje. Ky zotëria, trim tu se ka pak erë. Ka erë. Shpresoj që mos vi ndonjëri na nxjerr nga këtu. Atëre, erdha vetëm për të bërë video. Atëre, po thoshja, ky zotëria nuk kishte ndonjë, sepse bën vetëm vinça. Fillimisht, në hapat e para të tij, bëri disa vinça, fitonte disa para, por jo para miliona, sepse sa vinça do shesësh. Mirë po ishte pikërisht kjo gjë që ai bëri, dhe e bëri atë që të kishte më shumë kërkesa. Sa më shumë kërkesa ai kishte nga punëtorët, aq më shumë u bë i famshëm, dhe sa më shumë u bë i famshëm, aq më shumë kishte kërkesa nga ata që i kërkonin vinça, dhe u bë numri 1 në Kinë për ndërtimin e vinçave. Dëgjojeni, është fantastike, është shumë e hollë kjo si bisedë, është për inteligjent dhe duhet kuptuar. Pra, ai edhe pse ishte një punë normale, ai bëri diçka që të flitej, por njëkohësisht u dhuronte edhe punëtorëve para dhe bëri këtë çdo vit. Dhe brenda 15 viteve u bë numri 1 në Kinë, numri 1. Për shembull, ti nëse bën ndërtuesin, për shumë bën ndërtuesin, okay. Dhe ti, po ja u sugjeroj juve sepse shumë shqiptar punojnë në ndërtime. Ose ka disa, për shumë kam disa shok që kanë punëtor shqiptar ose edhe të huaj dhe bëjnë ndërtime. Pra, ose rregullojnë shtëpi. Kam një shok për shumë këtu në Rom që ai bën pikërisht këtë. Ai ka 2-3 punëtor shqiptar, 2 të huaj, më duket një është marokin dhe një tjetër nga Sudamerika. Dhe
ai i merr disa shtëpi, i rregullon shtëpitë dhe i pagon këta, sikur të bëj një diçka, për shembull, se ja thash. Sikur ose juve, sikur të bëni diçka. Në fund, me një fjalë, për të nxitur këta punëtorët që të rinë gjithmonë, të rinë afër dhe të punojnë mirë, ti çfarë bën? I merr punëtorët çdo fund viti dhe bën një lojë që ata të marrin monedha, jo para lek, sepse nuk po flasim tani për miliona, por të marrin monedha. Dhe ata me monedha është me lehtë për ta numëruar, sepse ja bën 1, 2, 3, por mos të bësh monedha me 1 euro, por të bësh monedha dhe qindarka, që secili, nëse do marri, mos i marri ti fusin në xhep, por të di se sa para ka. Dhe ai të njëjtën gjë që bëri ky kinezi. Çfarë bën kjo gjë tani? Kjo bën që të rris dëshirën e punëtorit që të rri me ty. Për më tepër, do të kesh kërkesa më të mëdha për punëtor. Pra ti do zgjedhësh që të marrësh të kesh njerëz në punë, por njëkohësisht do bëhesh edhe i famshëm, sepse të gjithë do e dinë që ti u fal punëtorëve para. Dhe ata që ty të japin punë do shtohen akoma më shumë. Pra shtohet puna, shtohen punëtorët, shtohen punëtorët, shtohet puna. Shtohet puna dhe punëtorët, shtohen parat. Nuk e di më kuptoni apo jo. Duket diçka banale. E di që në një shqiptar për shembull e ka mos o zot thot që unë ti udhuroj thot dikujt para. Mirë po ti nuk është se po udhuron para, ti po bën publicitet në këtë moment. Pra ti kur udhuron para, përveç se bën publicitet, ti edhe ata të duan. Por duhet të dini që në Kinë ka filluar kjo gjë që në vitin 98. Po, bile e bëri një pronar i këtyre kantiereve që bën këto banjot. E dëgjuat mirë, për banjo. E keni parasysh janë disa shoqëri që të vendosin banjo plastike kur ti bën këto punët në rrugë? Po, aty e filloi. Pra me banjot e ka filluar një zotëri. Dhe e bëri në vitin 98, me kalimin e kohës e bën dhe të gjithë dhe filluan dal nga dal që të gjithë që të bënin këtë gjë të re, dhe derisa pastaj e filluan që ta bënin dhe me miliona si e bëri ky zotëria, që tani bën me miliona. Pra, zotëria, ky që thash që ndërton këto vinçat, ai arriti vitin e kaluar të dhuronte punëtorëve 12 milion euro. Që të 12 milionat ai kishte destinuar për t'u dhënë atyre. Dhe ndejtën tërë ditën, sepse filloi ndon 15 ditë mos gaboj, dhe mbaroi festa në mëngjes, nga ora 5 të mëngjesit, sepse secili donte që të numëronte mirë, mos të bënte probleme në momentin që të numëronte. Mirë po ti kur numëron dhe merr aq sa mundesh, për shembull merr 1000, 2000, 5000, kishte dikush për shembull që mori mundi që të merrte 13000 euro brenda një nate, pra gjatë gjithë kohës, dhe i numëroi mirë, sepse i numëroi mirë, ndoshta i fut disa herë dhe i numëroi mirë. Sepse ka disa pasteje që me makineri i numërojnë dhe thonë ka një makineri, dhe i fut aty parat, dhe ato se janë flet, dhe me fjalë kartë monedha, dhe i numëron makineria. Nëse ti ke numëruar dhe thua që janë kaq dhe janë të rregullta, ai mund që të thash ja po vinë njerëzit tani. Scusami. Dhe kështu që i bëri që të gjithë punëtorët të mund të hapi garazh di zotëria. I bëri që të gjithë punëtorët të merrnin para. Dhe sot ka 1600 punëtorë vetëm në Beijing. Merreni më tani në për qytetet e tjera. Vetëm aty ka 1600 punëtorë. Pra, përveç punëtorëve, ky ka dhe punë të mëdha, sepse puna, siç ju thash, rritet puna, rritet punëtorë dhe rriten parat. Por nuk ishte i pari, thash, dhe kjo, pra vinçat, për ata që ndoshta nuk e kanë kuptuar, ai ndërtoi vinça për Kinën, por me kalimin e kohës ka ndërtuar vinça gjigant, sepse kështu fillon puna, dal nga dal, dhe tani ai ndërton vinça gjigant që i shet në mbar botën. Kështu që doja t'ju thosha me këtë, po në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni,
sa zhurmë, fali. Dhe doja t'i thoshja, po në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni apo Malizi, a ndodhin këto gjëra? Pra mundet që në këto vende të mund të dhurojnë para? Kush e bën? Ose më mirë, përveç se këtyre punëdhënësve, mundet që kjo gjë ta bëjnë politikanët për shembull? Politikanët në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni apo Malizi që t'ju dhurojnë punëtorëve miliona. Unë kam dëgjuar që ka oligarkë të mëdhenj në Shqipëri, Maqedoni, në Kosovë, ka njerëz që kanë miliona euro. Si sillen me punëtorët? A japin, a dhurojnë punëtorëve diçka? A bëjnë dhurata fund viti? Pra, është tepër e rëndësishme sepse kjo tregon jo vetëm le të themi njeriu, por tregon edhe zhvillimin e një vendi. Në Kinë zhvillimi bëhet në bashkësi, në vendet e tjera bëhet në individualizëm. Dhe kjo është një diferencë e madhe, sepse individualizmi e ke vetëm ti. Pra, vetëm ti që mund edhe të ndodhë që në qoftë se ka vetëm një njeri, ose 2 apo 5, mund të ndodhë që shumë shpejt ata mos kenë asgjë. Sepse kur është në bashkësi që të gjithë ndihmojnë, kurse kur je vetëm, normal që do kesh trysnime të mëdha. Pres komentet tuaja, kalofshin ditë bukur, më falni për zhurmë për gjithë këto, por doja të bëja një video shpejt në mëngjes, sa po dolëm për punë, kështu që ju përshëndes, ju përqafoj, pres komentet dhe më thoni se çfarë dhurojnë në trojet shqiptare. Punëdhënësit dhe oligarkët e mëdhenj. Pres, kalofshi bukur.